Nazime Visha, 18 vjeçarja që mes natën dhe së hënës vrau 45 vjeçarin Fiqiri Muça, ishte e vendosur që të shpëtonte nga persekutimet dhe dhuna që ushtronte mbi të prej 4 vitësh. Në familjen e gjyshërve të saj atje ku ndodhi krimi, familjarët thonë se vajza ishte e betuar, ose do ta vras atë, ose do të vras veten. Gjyshi 71 vjeçar Dalip Visha tregon se mbesa e tij gjatë kohës që qëndroi në krap fshihte një dhimbje të madhe, e cila sipas tij mori fund pas krimit. Ishte si e hutume, rrite gruaja të ashtu, të bledha ku shkojte për mrapa. Kur mas i kaloi një muaj, 60 për jashtu më kat me ra poshtë. I thot grus, thot unë o të vras veten, thot, o të vras Fiqiri Muçën. Pse? Thot, ka çu mesazh thot atje, ke kam fiju. Unë nuk du qeveria, tha, të heki keqja kush e vrau, kush e vrau, tha, unë të vrau me dorën teme. Kjo pas ka pas gjet i push saptu me ka me grut. Kur e kom pa më të natë unë atë pushkën e saj më dorë, unë e kështë frek me e kap me dorë. E kështë e marrë atë armën, e kështë e gadit. Ndërkohë pas publikimit në gazetat e ditës të mesazheve që vajza shkëmbente me viktimen, ngrihen dyshime për raportin e tyre të vërtet dhe në një farë mënyrë rrëzojnë deklaratat e saj të para në polici. Duke ju referuar mesazheve në celularin e Nazime Vishës, duket se 18 vjeçarja dhe viktima kishin një lidhje dashurie, që ashtu si çdo lidhje tjetër kishte uljet dhe ngritjet e saj. Por sipas xhaxhait të vajzës edhe mesazhet shkruheshin në kërcënime të vazhdueshme të 45 vjeçarit. Behar Visha tregon se viktima kishte bërë të pamundurën për të prishur fejesën e 18 vjeçares, duke kërcënuar me jetë edhe të fejuarin e saj. Para kësaj ngjarje, me pak kohë ka qenë kur janë prish me këtë fejumin që kishte Nazimja. Ai e kishte marrë vesh që kishte thonë Fiqiri Muça, unë kam mesazhe edhe filmime Nazimes që ty ta heq trunin. Edhe po e morë, edhe në Itali do të vi nga krevati ta heq ta marr. Edhe të bind që nuk ke për ta marrë dot. Kërcënonte, bonte dhe i kishte treguar mesazhet. Për mesazhet mas ne pyetëm gocën direkt. Sa më ke bë mesazhe kam bota. Pse i boja, tha se po mos i boja, tha unë i boja, tha në kuptimin që do boja, tha sikur e doja më të vërtetë, tha sikur mos ta doja. Vinte dhe mbonte presion. Por më tepër sipas xhaxhait, kërcënimet për familjen Visha vijojnë, edhe tani pas vrasjes së Fiqiri Muçës, pasi të afërmit e tij janë betuar të marrin hak. 18 vjeçarja Nazime Visha pritet që ditën e njëjtë të dalë para gjykatës për komunikimin e masës së sigurisë.